begin. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë unë quhem Silvia për të gjithë ju që nuk më njihni dhe ju ndodheni tek kanali im i YouTube-it. Nga veshur shumë thjesht sot, kam veshur këtë golfin beige, gjithashtu dhe një jumpsuit nga poshtë edhe çizmet beige, duke qenë se jashtë është vërtet shumë ftohtë. Atëherë nuk e thash se ku do shkojmë fillimisht, por t'rregova outfitin edhe se si është koha. Ne sot do shkojmë në Philadelphia me shoqen time të punës, Din, të cilën e kam përmendur edhe herë tjetër në vlog. Ky dhjetori në fakt për mua ka qenë vërtet shumë i zënë. Çdo të shtunë kam pasur diçka për të bërë, sepse të shtunën tjetër kam për të bërë thonjt. Por vendosëm që të shkojmë me shoqen në Philadelphia dhe nuk do shkojmë as me makinë, as me autobus, por këtë radhë do shkojmë me tren. Do jetë hera ime e parë që do provojmë të shkojmë me tren, hera ime e parë që do hipim me tren këtu në Amerikë, por doja që ta provoja si eksperiencë dhe thash, okay, nëse ne do shkojmë në Philadelphia te Christmas Market, atëherë do shkojmë me tren. Po do shikoni gjatë ditës vendet që ne do vizitojmë, kështu që unë tani po iki, mora dhe gjithashtu kafen time tek Starbucksi. Në fakt e kam ndryshuar, nuk marr më pekan crunch oat milk latte, por marr këtë cortadon e cila ka vërtet më shumë kafe sa kanë kafet e tjera tek Starbucksi. Më duket se ka 3 shotsa me espresso dhe realisht më duhet që të hap pak siçka të mia dhe të zgjohem. Kam bërë pak flokë kaçurella, por nuk është se më kanë dalë kush e di kaçurella dhe isha duke folur me mamin dhe po i kriha me kryer dhe mami më tha, mos i kri më sepse po të bien, nuk të po thuaj se të drejtuan, por në fakt unë kështu i kam qef, që thjesht jenë pak të kthyer nga fundi dhe jo të jenë komplet kaçurella dhe gjithashtu dje kam prerë pak majat. Kështu që tani po iki sepse shoqja ime po më pret jashtë, ka do të më marrin. Makinën do ta parkojnë te stacioni i trenit, do i kemi makinën në shoqes time, që kemi vetëm 5 minuta larg nga shtëpia dhe më duket se treni niset çdo gjysmëore. Kështu që ne po mundohemi të kapim trenin e orës 9, ora tani 8:30. Kështu që ja, shihemi gjatë ditës në Philadelphia. Okej, atëherë ky është edhe total outfiti im. Atëherë do vesh të pallton e bardhë edhe besoj se kombinojnë shumë bukur së bashku. Gjithashtu kam marrë edhe çantën e zezë nga Obegu. Tani sapo ma parkuam makinën edhe paguam te kjo kioska këtu. Parkimi ishte $2. Edhe nuk është se ka shumë njerëz, pra parkimi është pothuajse bosh, por është vërtet shumë ditë e bukur sepse ka diell. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Like you did last night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me, or is it just? Ne tani sapo kemi ardhur tek Terminal Market, i cili është një market vërtet shumë i madh këtu në Philadelphia dhe përveç se ka dyqane të ndryshme të cilat shesin çokolata, ka gjithashtu restorante ku ti mund të ulesh edhe të zgjedhësh ushqimet që ti dosh. Është herë e dytë që un po vi, sepse herën e parë kam ardhur me Oleni kur Oleni ka marrë pasaportën e tij amerikane dhe po mundojmë që të gjejmë një vend që të konsumojmë diçka. Po nuk po gjej dot restorant që herën e fundit kemi ngrënë supllajshe me Oleni. Në përgjithësi është një tip marketi ku ti mund të marrësh perime të freskëta, mish edhe të gjitha gjërat që mund të gjesh pranë një market. Kështu që ne tani po mundojmë të gjejmë një vend për të ngrënë dhe sapo të ulemi do t'i flas përsëri. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why?
Okej, ne tani sapo I gjetëm vendin dhe kemi marrë suflaqet tona, të cilat janë vërtet shumë të mira. Por kanë nuk e shërbejnë suflaqen siç e shërbejnë neve në Shqipëri, kështu që më duhet që të vendos pak patate ekstra. Por duke qenë se ne kam provuar edhe herë tjetër e di se sa e mirë që është. Tash kemi marrë edhe kola edhe na bëftë mirë. Të tregoj pak për vendi ku ne jemi ulur, atë quhet Olympia Giro dhe ka vërtet suflaqet më të mira që bëjnë këtu në Amerikë. Është e vetmja suflaqe e cila ngjason shumë me suflaqen tonë greke. Atë të tregoj pak se çfarë ka marrë tek Sweet as Fudging, ose unë po e them mirë, dhe ka marrë këto bubble gums të cilat Ryani I pëlqen vërtet shumë. Në fakt edhe unë kam shumë qejf, më pëlqen këto që janë të mëdha. Ka marrë këto që janë si tip gjarprinj të vegjël, kështu I quajnë Ryani dhe janë vërtet shumë të mira. Bashkë të provoja diçka tjetër, që nuk e kisha provuar më përpara. Dhe janë si tip karamelesh të mbushura me çokoladë. Dhe më thash që janë vërtet shumë të mira. Që ta provoj një tani sepse realisht nuk po më duroha. Dua t'ju them që është vërtet shumë bab, kështu që nëse vini në Philadelphia në këtë kohë, siguroni të mos visheni kaq tras sa kanë veshur sot. Kështu duken. No? Perfect. Okay, besoj se ne mbaruam këtë terminal mark. Ne do shkojmë tani tek Christmas Market Village. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. Atëherë ne zbritëm tek stacioni I trenit në Jefferson Station dhe dalesa e parë që ne bërëm ishte Terminal Market I cili ndodhet këtu mbrapa. Kështu që tani jemi duke ecur nëpër qendër edhe do shkojmë që të shikojmë festivalin e dritave, gjithashtu do shkojmë edhe në Christmas Market. Taksit janë vërtet shumë të bukura, kanë zbukuruar për Christmas. Janë dy, një është e hapur dhe një është e mbyllur. Tu është edhe hyrja e Reading Terminal Market. Ne tani do shkojmë tek Mesi për të parë festivalin e dritave dhe është vërtet super bukur. Atë do doja të kisha më shumë duar në mënyrë që të arrija edhe të filmoja më shumë, por po mundohem të kap sa më shumë të mundem. Okej, kjo ndërtesa këtu nuk mund ta merrni dot me mend se sa bukur është live. It's like the founder of Pennsylvania. Ndërtesa është ndërtesa e William Penn, I cili ka zbuluar Pennsylvania. Atëherë kishte informacione që shoqja ime më dha, por është vërtet një arkitekturë shumë e bukur. Nuk mund ta merrni dot me vend se sa e bukur është live. Kështu që nëse vini në Philadelphia, patjetër duhet që ta vizitoni. Okej, linja vazhdo ka dhe mbrapa ndërtesës. Okej, shkruar linjë shumë e gjatë, nuk e di nëse do arrim dot që të futemi sot brenda, por vërtet kemi shumë qejf që ta vizitojmë. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. Tani sapo futëm tek Mesi, edhe po presim që shkoj ora 12:30 që të shikojmë festivalin e dritave. Kështu që kemi pritur në linjë diku tek 40 minuta, duke qenë se ne ishim pak më përpara sa ora 12. Dyert hapen në orën 12, festivali fillon në orën 12:30, hyrja është falas. E di që kamera nuk I bën shumë drejtësi kësaj pamjes kaq të bukur që un kam këtu mbrapa, por është vërtet realisht shumë bukur. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress?
Festivali i dritave fillon në 12:30, kështu që ne jemi ulur këtu dhe jemi tek linja e parë, pra kemi përballë pemën dhe mezi po pres që të shikoj se sa bukur do jetë festivali i dritave. Atëherë unë jam ulur njësoj si të gjitha të tjerë, sepse realisht lodhëm shumë duke qëndruar në këmbë dhe pastaj do shkojmë direkt tek Christmas Market. Por ka vërtet edhe shumë tezga të vogla këtu brenda, të cilat shesin produkte të ndryshme, por është vërtet shumë bukur dhe ka shumë njerëz, kështu që le të shijojmë festivalin e dritave. Hello everyone, this is Julie Andrews. Wanamaker's proudly presents the annual Christmas pageant of lights. Let's begin with the wonderful story of the Nutcracker. Ne tani jemi tek kati i tretë i ndërtesës dhe nëse doni që ta shikoni pamjen nga lart, por ana, sepse pjesa përpara është me pagesë, atëherë duhet të shkoni tek kati i tretë ku ndodhet edhe tualeti dhe mund të shikoni të gjithë pamjen e mrekullueshme që unë mund të arrij të shikoj këtu poshtë. Që nëse vini ta vizitoni, atëherë ngjituni në katin e tretë edhe shijojeni edhe një herë këtë pamjen kaq të mrekullueshme. Tani do kaloj mes përmes City Hall, e cila është kjo hyrja këtu për të parë akoma dhe më shumë nga Philadelphia. Tani sa po morëm një hot chocolate. Atëherë mendoja se do ishte çokoladë ngrohtë, por ka alkool brenda. Dhe shërbejnë këto kucët e vogla dhe ne morëm me marshmallow dhe me whipping cream. Kështu që cheers. Ky Christmas marketi që ne ishim tani ndodhet brenda tek City Hall, ndërsa Christmas market tjetër ndodhet tek vendi që ne do shkojmë tani, i cili është shumë afër. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. Ne tani jemi duke pritur trenin i cili vjen për 10 minuta, por doja t'ju bëja një update të shkurtër për sa i përket Christmas Market. Është vërtet shumë njerëz, pra duke qenë se është fundjavë dhe është fundjava e fundit përpara Krishtlindjeve, atë normalisht do kishte shumë njerëz. Gjithashtu mund të them që çmimet ishin paksa të kripura. Donin që të merrnin disa makaron, secilat ishin 6 cop $22. Pra në përgjithësi çmimet ishin vërtet goxha të shtrenjta, por ja vlente vërtet shumë si eksperiencë. Do t'i thosha që Christmas Market në Philadelphia që ne shkuam është i dyti më i bukuri në shtet. Pra është vërtet shumë i bukur. Okej, tani sa po kam ardhur në shtëpi dhe t'ju tregoj pak gjëra që kam marrë në Philadelphia, pra gjëra që bleva për të ngrënë, sepse siç e pat shkuam vetëm për të marrë gjëra për të ngrënë dhe në asnjë dyqan tjetër. Por na ka ndodhur një problem momentin që kemi ardhur me trenin, sepse kishte ndodhur pra një aksident në rrugë, pra një trak kishte shtypur një person, edhe treni na ka lënë në mes të rrugës. Pra kishim vetëm 5 ose 10 minuta që kishim hipur në tren dhe ishim 35 minuta larg shtëpisë, kështu që detyruam që të merrim një Uber për të ardhur në shtëpi. Atëherë po i tregoj pak shpejt gjëra që kemi marrë, të cilat unë i kam këtu. Okej, po tregoj direkt këto candy, cotton candy që kam marrë për Ryanin. Njëra është shile edhe njëra është
roz. Këto kushtonin $6 secila, por me gjithë tipin kushtuan $15 të dyja. Më duket se këto kendit e tjera u kam treguar në momentin që ishim duke ngrënë sufllaqet. Por që po i heqen qesja që fëmijët i hanë se realisht me si po presin. Këto ishin shumë të mira. Edhe shkuam në një pasticëri e cila quhet Fermini Bros, edhe është një pasticëri e cila ka më shumë se sa 100 vjet në treg, edhe bën kanolit më të mira këtu në Philadelphia. Në paktën kështu më thashë shoqja ime. Atëherë, këtu kemi edhe kutinë, të cilën e kam paketuar shumë bukur. Okej. Edhe kam marrë 2 kanoli me vanilje, 2 kam marrë me çokoladë, pra çokoladë thjesht, dhe 2 kam marrë me çokoladë me chips, chocolate chips më duket. Vin aromë fantastike, këto të parat më duket se janë me çokoladë. Janë 6 copë, edhe këto kanolit kushtonin $6 një. Pra gjithë porosia kushtoi më duket $35 me gjithë tipin taksën dhe të gjitha për 6 kanoli. Tjera kanë kushtuar $3 këto gamit, këto si gjarpin të vegjël kanë qenë këto $3, ndërsa këto me çokoladë ishin $10, $9.89. Këto ishin vërtet shumë të mira. Mendimin tim që së shkoni në Philadelphia tek Terminal Market, atëherë merrini. Ne gjithashtu para se të iknim provuam një sanduiç tek këto delit që janë aty dhe ishte vërtet shumë i mirë, ishte me beef, por ishte goxha sasi e madhe, pra ne kemi ngrënë gjysmën e saj dhe jemi vërtet shumë të ngopur. Edhe kushtonte më duket $18. Më duket se harrova t'ju thosha çmimin e këtyre çokoladave që ne morëm tek Christmas Market, tek Christmas Village. Kjo gota ishte vërtet shumë e bukur si një çizme dhe kushtonte $15. Atëherë brenda kishte çokoladë të ngrohtë, por kishte alkool, kishte një liker që quhej Irish Cream. Gjithashtu ne vendosëm dhe marshmallow dhe whipping cream nga lart dhe ishte vërtet shumë fantastike. Duket si e vogël në fakt si gotë, por unë mezi e kam mbaruar, nuk e di sepse po gjithmonë kur pi çokoladë të ngrohtë, sikur më fryn pra që tek fillimi, pra nuk është se mund ta konsumoj dot të gjithën, ose ndoshta po mundohesha që ta pija shpejt sepse doja që të filmoja sa më shumë video për juve. Ty tregoj pak dhuratat që më ka bërë shoqja për Christmas. Atëherë këto ishin të paketuara bukur, por tani janë nëpër kartona sepse ne kemi hapur tek puna pra momenti që mi ka dhuruar, sepse donte që unë të shikoja se çfarë më kishte bërë. Atëherë po i marr në mënyrë të rastësishme, thjesht po i nis nga kjo qesja e parë, nuk është se po a tregoj në mënyrën se si ishin të paketuara. Dhe gjëja e parë që kam është ky parfumi nga Coco Chanel, është Mademoiselle dhe është i preferuari im dhe e kam përdorur gjatë gjithë kohës që jetoja në Tiranë, pra gjatë gjithë universitetit dhe e kam të njëjtin parfum që përdorja me shoqen time Xhenin, pra është parfumi që mua më kujton shumë Tiranën. Dhe shoqja ime është vërtet shumë detajiste sepse e kishte mbajtur mend që unë kisha thënë që ky është parfumi që mua më kujtonte Shqipërinë pra dhe Tiranën, edhe ma kishte marrë në formatin travel size, pra është 10 ml. Kjo unë kam hedhur sot gjatë kohës që ishim në Philadelphia dhe në fakt e kam spërcuar 3 herë, por nuk duhet kaq shumë sepse është pak sa i rënd, duhet thjesht të spërcosh një herë edhe mban gjatë gjithë ditës. E dyta është një çantë e cila është me kamerë. Atëherë këtë shoqja ime kishte marrë që unë të vendos kamerën time dhe aksesorët e kamerës. Është e zezë edhe ka këtë pjesën pra brenda që mund të vendosim gjërat. Gjëja tjetër që më ka dhuruar është ky seti travel size, është nga Olaplexi. Këtë më fakt më ka dhuruar edhe një herë tjetër, pra është herë e dytë që më dhuron, sepse unë gjithmonë janë kohëm shoqës për majat e thata të flokëve dhe këto kohë kanë qenë vërtet shumë keq, edhe pse unë i kam prerë pak dije, por duhet që këto produkte ti përdor pra gjatë gjithë kohës dhe thjesht i la ty dhe ti përdor një herë në kaq. Atëherë ky seti ka të gjitha, ka shampon, ka conditionerin, ka serumin, ka leave-in conditioner, gjithashtu ka dhe hair protector numrin 3. Pra, i ka të gjitha. Ka dhe Vine Bonding Oil këtu, i cili vërtet nuk mbaron shpejt sepse mund të vendosësh shumë pak pra vetëm tek majat. Gjithashtu ka marrë përsëri një nga Olaplex, por kjo është në formatin e madh edhe është si tip zbukuruese që mund ta varësh pra tek pemba. E kanë bërë vërtet shumë bukur, edhe është numri 3 hair protector, sepse unë i thash që ky është produkti më i mirë që ka Olaplexi, pra nga gjithë seti ky është më pëlqen më shumë, edhe ma kishte marrë pra ekstra në mënyrë që ta kem për flokët. Atëherë këto në fakt u habita sepse ishte e parë që shikoja. Atëherë janë 2 batanie të cilat nuk duken si batanie sepse janë më të vogël se dora ime, por këto mbahen në makinë dhe në momentin që makina mund të pësoj pra një defekt dhe mund të ngelesh pa në autostradë, nuk ke pra energji elektrike pra kondicioner apo është ftohtë, këto mund t'i përdorësh pra të mbuloheni, mund të besoj se janë të mëdhaja, pra mund të mbulohen deri në 3 persona. Është 137 cm me 213 cm, pra është vërtet shumë e madhe. Edhe mund që të mbulohen 3 persona dhe të rrini ngrohtë në makinë. Dhe kam marrë 2 në mënyrë që një ta mbajtë makina Oleni dhe një ta mbajtë makina ime. Atëherë kam menduar edhe për fytyrën time, më kam marrë këto peçi që janë për pikat e zeza, për pjesën e hundës dhe për pjesën e ballit. Ka 7 maska për hundën dhe 7 për fytyrën, pa për pjesën këtu tek balli. Unë në fakt këtu te balli nuk se kam probleme, kam tepër te pjesa e hundës edhe te pjesa këtu tek mjekra. Pastaj kemi eye patches, eye mask, janë 4 copë.
të ndryshme. Në fakt nuk para përdor nga këto, por më duhet i përdor këto kohë sepse kanë filluar që të ndiej shumë lodhje të syrit. Njëra është me gold, tjetra është me acid hyaluranik, tjetra është me aloe vera dhe tjetra është me kafein. Dhe dini tashmë që kafeina ndihmon për pjesën e zezë poshtë syve. Atëherë, ky është qisja e parë, ndërsa te kjo kutia e Olaplexit. Okej, so unë kam hapur dhe kjo është arsyeja sepse janë rrëmuj këtu dhe nuk ishte kuptim që unë t'i mbyllja, t'i paketoja dhe pastaj t'i hapja përsëri, duke qenë se unë gjatë pra i kam parë dhe i këna emocioni i fillimit që i provon. Atëherë kutia këtu lexon Olaplexit dhe kishte produktet e Olaplexit, por këtu brenda kemi një karikus për iPhone-in, edhe është për iPhone, për kufje edhe për orën. Pra është një charger vërtet shumë i mirë, sepse mund t'i karikosh të treja një herëshi. Unë në fakt Apple Watch nuk kam, por do shta marrë një smartwatch, nuk e di që se do marrë Apple Watch apo smartwatch të thjesht, sepse nuk duaj që të harxoj vërtet shumë lek për një Apple Watch, edhe pse unë e kam patur edhe e kam humbur pra Apple Watchin tim që kam pasur në Shqipëri të bardhin. Okej, po ndoj të hap mirë këtë paketimin, por nuk dua të humbasim ndonjë nga thonjtë, sepse e thori që më iku dije. E kam lyer sot me manikyr të kuq që më që mos e ngjante keq, por është vërtet keq. E si po pres që të bëj thonjë tek Ona këtë të shtunë, pra datën 27. Atëherë, kështu është edhe karikusi, është i bardhë. Dhe të njëjti karikusi e kishte marrë dhe shoqes time të punës, po ajo nuk i hapi dhuratat e saj, ndërsa dhuratat e mia donte që t'i hapja me patjetër. Atëherë, këtu të karikohet pjesa e iPhone-it, këtu karikohen kufjet, sepse ka dhe shenjën e kufjes, edhe këtu karikohet ora Apple Watch-i. Pra ngre këtu kështu edhe karikon të gjitha njerëz. Por kjo nuk na duhet për momentin, kështu që do e mbajmë. Kështu është cute, është vërtet shumë e bukur, sepse nuk zë dhe shumë vend. Në fakt mund ta mbaj edhe në punë këtë, por duke qenë se iPhone-i i ri mban vërtet shumë bateri, okay, mund të mbaj edhe kështu. Atëherë nuk kam nevojë të puna sepse nuk është se konsumoj baterinë gjatë gjithë ditës. Do t'i tregoj këtë gjërat që janë këtu. Këto në fakt ishin vërtet shumë cute, sepse janë dy arusha, të cilët janë nga Starbucks-i. Atëherë kjo jam unë, fashion, fustan edhe me jelek të kuq. E këto janë arusha nga Starbucks-i, janë limited edition, edhe janë të vitit 2017, pra është viti që Rani ka lindur, edhe ky është Oleni. Atëherë Oleni ky nuk i ngjan shumë, por në fakt as mua kjo me këtë veshje, por ne jemi ne kur të plakemi, kur të shkojmë janë 50-60 vjeç. Edhe janë, si që thash, pra limited edition të 2017-ës, i kanë edhe këtu tek pjesa e këmbës. Dhe 2017 është viti që Rani ka lindur, kështu që shoqja ime ka menduar për këtë detaj dhe duke qenë se mua më pëlqen shumë Starbucks-i, atëherë na ka marrë këto të dyja. Thjesht më tha që do gjej një tjetër që të jetë pra i vogël, bebe, fëmijë, që të ketë pra të bëj bashkë të betë familja e vogël të jetë edhe Rajani. Atëherë po t'rregoj dhe gjën e fundit, e cila ndodhet tek kjo paketimi këtu. Atëherë ky ishte vërtet e paketuar shumë bukur. Edhe nga jashtë kishte këtë fjongon e YSL-s të zezë, e cila është vërtet shumë cute, sepse brenda ndodhet një pouch e cila është për make-up dhe është ngjyrë silver. Atëherë është shumë e bukur, ka dhe këtu pjesën e logos, pra të YSL-s, gjithashtu e ka dhe pjesa këtu e zinxhirit. Mund ta përdor gjatë kohës që marr çantën e madhe në punë, ose mund ta përdor gjatë kohës që shkoj në udhëtime dhe të vendos pra make-upet e mia. Kështu që mendoj se është shumë cute, më pëlqeu vërtet shumë, edhe do mundohem që ta përdor pra gjatë gjithë kohës. Kam për të bërë dhuratat të shoqeve të pra tek puna, kam për të bërë dhuratat për Rajani, pra kam shumë dhurata për të bërë, por nuk kam bler asnjë gjë. Po planifikoj që nesër të shkoj te TJ Maxi të gjej gjitha dhuratat që mua më duhen pra për të bërë, t'i paketoj dhe t'i kem gati. Atëherë po ju them natën sot me një gotë verë të cilën e kam këtu, edhe me vitaminat tona magnezium që do ta pim tani. Atëherë magneziumi me verë nuk shkon, për sot është data 20, do thosha 20 shtator. Kam fiksuar 20 shtatori. Sot është data 20 dhjetor, edhe sot ka filluar Big Brother Albania. Unë në fakt nuk e pash, thjesht pash tani kur erdha nga qendra për nga Philadelphia, pash që kishte ca personazhe të cilët me thënë të drejtën nuk i njihnim, kështu që nuk e din nëse është Big Brother VIP apo është Big Brother me njerëz të zakonshëm. Realisht, besoj shumë që do bëhet pak më interesante gjatë kohës, por nuk e di, shpresojmë. Atëherë, marrim vitaminat tona dhe ne bashkë shifemi nesër. Natën! Okej, atëherë jemi tek dita e dytë e vlogut, edhe unë tani kam ardhur te Kolci sepse më duhet të blej disa dhurata për shoqet. Nuk e di sa dallojmë te kamera që jam e lodhur, kam punuar deri vonë sot, edhe kam qenë tërë ditën në këmbë dhe kam
dhe më ka kapur një dhimbje mesi paksa e keqja. Atëherë kam marrë dhe kafen time tek Starbucksi, e cila e preferuara ime këto kohë të fundit është cortado, e cila ka 3 shot sa me ekspres, edhe vërtet që kam nevojë të më hapen syt. Në fakt më duhet të shtrihesh atë flija pak gjumë, por nuk më zinte gjumin duke që se kisha gjithë ditën pa ngrënë. Edhe, okay, u çova hëngra, sikur më hapën pak syt, pastaj sikur më mbyllën prapë, kështu që përfunduam duke marrë kafen ton, edhe pse ora tani është 7. Kështu që nuk e gjej mirë kjo, por do mundohem ta pi avash avash. Ngela me këtë pellushin, e di që më keni parë shumë herë në këtë video me këtë pellush, ose në 2-3 videot përpara kësaj, por realisht më pëlqen shumë sepse është i gjatë, pra mbulon deri poshtë te këmbët, më mban ngrohtë edhe këmbët edhe pjesën pra tek shpatullat, dhe është i bukur, kështu që pse jo ta vesh sa më shumë të mundem tani që është koha ftohtë. Tani po iki te Kolsi, po i marr dhe juve me vete. Te Kolsi nuk do t'ju flas, thjesht t'ju tregoj se çfarë gjëra të vogla do marrim, edhe shifemi për pak kur të kemi mbaruar gjithë shopping. Ok, tani është ora 12:10 edhe unë tani do të paketoj të gjitha dhuratat që kam për të bërë për nesër për Krishtlindjet. Dhe do t'ju tregoj pak shpejt se çfarë mora, dhe pse nuk xhirova shumë tek Rossi edhe tek Kolsi që shkova, se kishte vërtet shumë njerëz. Kështu që po tregoj pak tani shpejt se çfarë kam marr. Atëherë kam marr një palet e cila është për syt, ka 24 tone, edhe ka të gjitha tonet e tokës. Kjo paleta më pëlqeu vërtet shumë, edhe pse unë nuk i përdor paletat e syve, por i ka tonet vërtet shumë të bukura. Sidomos këtë pjesa, këto ngjyrat e tokës këtej, edhe pasqyrën që ka këtu e ka vërtet goxha të madhe. Gjë tjetër që kam marr është ky bloku, i cili mund të përdoret për shënime, për titar, mund të përdoret për çfarë të duash, edhe këto i ka si të qëndicura, pra me lule. Është shumë i bukur dhe faqet brenda i ka të thjeshta. Kam marr këto që janë për hundën, janë nose strip, edhe këto janë për pikat e stesa dhe i kam marrë me Snoopy. Se njëra nga shoqet e mia e ka qef Snoopy, kështu që vendosa ishte mirë këto. Kam marrë një palvath, këto i mora te Kolsi, edhe janë shumë të bukur, duke se janë zirkon. Edhe janë të kuq. Kam marrë një set i cili ka 3 maniqyre, të cilat janë të ndryshme, të kuq, bezh edhe me xica, dhe gjithashtu ka këtë llambën në të cilën të pas i vëthon, pra mund t'i thash të vendosësh tek llamba. Këtu ka marrë një set i cili ka hand cream, ka soap, edhe kjo tjetra më duket se është diffuser që ka aromë dhome. Shumë aromë mirë. Ka marrë një sampun i cili lexon Merry Christmas dhe Happy New Year, edhe është me honey, edhe vjen një aromë fantastike. Vjen tamam aromë Krishtlindjesh. Kam marrë të maskat e fytyrës, të cilat janë 7 copë dhe janë me vitamin C dhe me niacinamide, dhe janë me lule shtrydhe. Këto janë një masë për të përdora për Krishtlindje, sepse duke qenë se tani është dimër mund që t'i përdorim pra më shpesh se sa në verë. Kam marrë një krem nga Hemsi, këtu kam filluar të heq etiketën, por nuk paraqiqej shumë mirë, kështu që më duhet që ta vazhdoj ta heq akoma. Edhe ky është shumë aromë e mirë për njerëzit që e pëlqejnë, por mua në fakt nuk është se ka pëlqyer si aromë kur e kam marrë, është me vanilje dhe me sheqer. Por çoqja ime pëlqeu, kështu që vendosa ta merrja në formatin e vogël. Kam marrë 3 kapsa, të cilat janë për flokët, por këto i kam marrë për vete. Edhe mendoj se janë super cute. Tani janë shumë e gura. Kam marrë 3 body mist, kam marrë, domethënë 3 angages, por janë me aroma të ndryshme, dhe këtë të mesit të Rossi do ta mbaj për vetë, ndërsa këto 2 të tjerat i kam për shoqet. Por kjo vjen të vërtet shumë aromë mirë. Nuk e di pse këto aromat më kujton, kjo aroma specifikisht më kujton verën. Kam marrë këto maska të cilat janë me kërmill dhe janë koreane, dhe këto do t'i mbaj për veten time, janë 15 copë. E të filloj edhe t'i vendos t'i përdor. Nuk e di sepse po më krijuar disa akne tek pjesa këtu e ballit të vogla fare dhe po më vezisin jashtëzakonisht shumë. Kam marrë këtë setin i cili është për buzët, janë lip balm, janë 4 copë me shije të ndryshme. Njëra është cherry soda, cherry latte, cherry dhe black cherry. Pra janë me qershi. Po mendoj se paketimi është cute. Kam marrë këtë filxhanin, të cilin e kam marrë njërës nga shoqet, sepse ajo ka një kabinë e cila ndodhet pra në mal, në Pocono, edhe atje gjithmonë i shkojnë pra delpra, edhe mendova se kjo do ishte shumë bukur, duke qenë se ajo edhe kartolinën që na ka bërë sot, e cilën do të bëj pak më vonë, është me pjesën e delpres. Kemi një set i cili ka krem duarsh edhe sapun, edhe vjen aromë shumë mirë, edhe paketimi është super të mira. Kam marrë gjithashtu edhe një qiri, i cili është ky kuqi, vjen një aromë fantastike. Winterberry dhe spruce. Kjo spruce nuk e di se çfarë është, por ka vanilje. Kjo është arsye që më pëlqen që ka vanilje. Gjithashtu tek Rossi nuk gjeta çanta pra paketimi, kështu që shkova te Five Below dhe kam marrë
Cartolina, të parën kam marrë këtë e cila është me femneri të ri, dhe sa kjo tjetra është me fjongo. Nësa për çanta paketimi kam marrë këtë, cila mendoj se është shumë e bukur. Kam marrë këtë me Grinch-in. Kam marrë këtë me këto cookies. Kam marrë këto me candy dhe kjo është shumë e bukur në qeu. Edhe kjo që lexon ho. Atëherë këto ishin gjitha gjërat që unë kam marrë, nuk besoj se kam harruar edhe një tjetër, por do t'ju tregoj pa shpejt dhe dhurata që më ka bërë shoqja ime. Këtu kishte 3 nga këto, të cilat kishin karamele brenda, por tani janë bosh sepse kemi ngrënë, edhe ishin shumë të shijshme. Kam pëlqen shumë ky paketimi si karamele. Këtu kemi një buffer i cili është për thonjt, ka edhe pjesën e limës, ka edhe pjesën e bufferit. Një nga këto që bën masazh te koka, unë kam një nga këto në fakt, por tani kam edhe një tjetër, pra kam 2. Edhe Rani ka shumë qef, këto ka qef që ta masazhoj kokën. Këtu tani kemi një mask për këmbët. Këtu janë disa si tip pambuqe që heq, pra nail polish, heq manikyri, por unë duke qenë se nuk vë manikyr, nuk besoj se do më duhet, por le të jetë aty. Kemi një mask për duart, e cila duhet ta vë sepse më janë tharë goxha duart. Kemi një mask e cila është për kutikulat. Kemi një mask që është për buzët, lip mask, edhe një tjetër që është për syt, për pjesën e poshtme të syve. Këtu kemi një mask e cila është me kafe. Kemi maska për gjithë vitin. Kjo është një mask me oriz. Dhe fundit fare është një libër, në fakt do ta quaj libër, por nuk është libër, është ka karta brenda të cilat ti i gërvisht, edhe kjo është me Philadelphia, pra me shtetin që ne jetojmë, ndërsa shoqëstimja kishte bërë me Delaware, duke që sa do lëvizin në Delaware. Dhe më duket se këtu i gërvisht edhe të nxjerr 50 vende që ti mund t'i vizitosh pra këtu në Philadelphia. Mund t'i vendosësh në bucket list tënden. Kështu duket. Edhe këtu brenda janë kartat. Të shikojmë nxjerrim një në mënyrë të rastësishme se çfarë do ketë. Atëherë këtu kemi guidën e cila na tregon pra simbolet. Nuk di se besoj se ka shumë drita aty dhe nuk dallohen. Edhe tregon që ose aktiviteti do jetë pra brenda në shtëpi, jashtë shtëpisë, në dimër, në verë, në pranverë, çmimin, kohën që merr aktiviteti, nëse është aktivitet që është aktiv, relaksues apo miell. Kështu që mora një nga këto, Shawnee of Delaware, duke se ky është vendi që do ketë këtu brenda. Duhet të vesh në weekend daytime, 1 deri në 2 orë, është jashtë aktive dhe në winter. Pra jep këtu se si do jetë aktiviteti. Nëse është cute, është interesante, por siç e thash, unë do mundohem që t'i bëj këto gjatë kohës, t'i gërvish pa gjatë kohës do vendosim të bëjmë pra diçka, jo t'i gërvish tani kohë. Çka interesante. Kështu që kur t'i gërvishim këto dhe të shkojmë te këto vendet, atëherë të shikoni edhe ju që të merrni ide se ku mund të shkoni pra në Philadelphia. Atëherë mendoj se këto ishin gjitha gjërat që unë kisha marrë dhurat dhe do bëja dhurat, kështu që tani le të fillojmë direkt me paketimin e dhuratave. Dhe shpresoj shumë që të arrit të heq të gjitha etiketat nga dhuratat, sepse është vërtet paksa e vështirë, kështu që të fillojmë direkt me paketimin. Just pulled up to the house. Don't feel like getting out. I'ma just lay back.